Në lagjën ku jeton komuniteti rom në Fier, rruga kryesore vijon të mbetet një plagë e hapur. 2 muaj më parë, pas një raportimi të televizionit Apollon ku banorët u shprehën se u premtua ndërhyrje nga Bashkia Fier dhe deputeti i qarkut, por ende nuk është realizuar. Në fakt, premtimet publike krijojnë edhe përgjegjësi publike për një investim të premtuar i cili duhet të realizohet. Në të kundërt, besimi i qytetarëve dëmtohet. Banorët e zhgënjur të kësaj lagje nuk kërkojnë luks, ata kërkojnë një rrugë të kalueshme, dinjitet dhe barazi në shërbime. Ndërsa sot, situata është edhe më e rënduar pasi amortizimi, rreshjet dhe mungesa e investimeve kanë bërë këtë rrugë thuajse të pakalueshme, duke vështirësuar jetën e dhjetra familjeve. Kemi probleme rrugën të kam vlla, nuk kalojmë dot. Shikoj vetë që është rrugën. Na premtuan 100 herë, na premtuan, nuk erdhën ta bëjnë rrugën. Keni shpresë? Shpresë tani ata thonë do vim, po nuk erdhën. Kemi shumë vite që nuk erdhën. Po keq kam vlla, keq. Ja se shikon vetë, po të kemi një halë, një urgjent, një gjë nuk e qëndot në spital. Po presim që dhe na bajnë. Kush ju ka premtuar? Bashkia, do ta bëjnë, ka ardhur fondi do ta bëjnë. Banorët janë shprehur për televizionin Apollon se ndihen të zhgënjur për mosmbajtjen e premtimit për një investim i cili nuk erdhi, ndërsa rruga vazhdon të jetë mbushur me gropa, baltë dhe ujëra të grumbulluara, të cilat krijojnë vështirësi për jetën e tyre. Banorët vijojnë të ankohen në televizionin Apollon me shpresën se zëri i tyre do të dëgjohet. Por media nuk ndërton rrugë, gazetari nuk merr lopatën për të shtruar asfalt apo për të hapur kanalizime, pasi ky është detyrimi i pushtetit vendor, të cilit qytetarët i paguajnë taksat, që ato të kthehen në shërbime dhe investime konkrete dhe jo në premtime të përsëritura.